Dashi. Sot do jeni më të çliruar dhe do ndjeni një lehtësi të veçantë në marrjen e vendimeve që shpesh i shtyni pas dore. Në një lidhje do shmangni çdo konflikt të panevojshëm dhe do zgjidhni dialogun e hapur për të forcuar harmoninë me partnerin. Mund t'ua çuditni me ndonjë çmenduri të vogël të asër. Një udhëtim të papritur në natyrë që do sjellë emocion dhe do e freskojë rutinën. Beqarët duhet të refuzojnë takimet që bazohen vetëm në jashtëshitjen fizike. Kërkoni dikë që ju vlerëson si person. Në punë, fryma juaj garuese do shfaqet në çdo sfidë. Nuk do të ndaloni as kur ndjeni se rrëzoheni, sepse keni besim se çdo rënje është një hap drejt ngritjes. Financat do jenë nën kontroll për shkak të menaxhimit të kujdesshëm. Mos u shqetësoni për pagesat e papritura. Demi. Sot mendimet do vinë në valë të një pasnjëshme, duke krijuar zgjedhje të vështira, por edhe mundësi të reja. Në çift, debatet të vogla mund të lindin, veçanërisht kur njerëzit që konsideroni të miq u ashtojnë ngarkesën e mendimeve. Kujdesuni të mos i lejoni interferimet e të tjerëve të prishin besimin në lidhjen tuaj. Beqarët do përballen me dëshirën e fortë për të flirtuar, pa siguri për pasojat. Ankthi mund të pengojë veprimin, por besojuni intuitës suaj. Në punë, eprorët do vlerësojnë përkushtimin tuaj dhe do ju besojnë projekte me përgjegjësi të lartë. Mos u trembni, përqendrohuni te eksperjenca juaj. Edhe kolegët do tregojnë respekt për seriozitetin, duke krijuar një klimë bashkëpunuese. Financat kërkojnë maturi, shmangni çdo formë çmendurie ekonomike dhe ruani një fond emergjence. Binjakët. Sot zgjidheni të qëndroni me këmbën në tokë dhe do shmangni çdo impuls që mund të dëmtojë balancën. Në çift, do merrni rolin e udhëheqësit në marrëdhënie, duke nisur biseda të thella që e thellojnë intimitetin. Mbrëmja do sjellë një klimë romantike, një drekë e lehtë apo një film bashkë do kthejnë buzëqeshjen e vjetër. Beqarët, edhe pse mund të marrin stesa, do bëjnë mirë të refuzojnë çdo ofertë që nuk i plotëson standardet e zemrës. Në punë, vullneti juaj do t'i kalojë pritshmëritë dhe mund të zgjidhni vetë oraret për të përfunduar detyrat me qetësi. Kolegët do vënë re përpjekjet dhe do ofrojnë ndihmë, duke ngritur moralin e grupit. Financat duhet t'i mbani në kujdes të veçantë. Një planifikim i detajuar mujor do shmang çdo tronditje. Daforia. Sot do jeni pragmatik dhe do dini t'i vlerësoni situatat me qartësi të rrallë. Në çift, përqendrohuni te momentet të vogla kujdesi. Një mesazh ëmbël ose një kafe e përgatitur me dorë do forcojnë besimin dhe do rikthejnë dëshirën për bashkëjetesë. Beqarët do kapin një moment të shkëlqyer për flirt në një event shoqëror, prandaj mos u tërhiqni nga turma. Në punë, planetet do favorizojnë idetë tuaja kreative dhe do përjetoni avantazhe të papritura në projekte që mendoni të vështira. Mos keni frikë të prezantoni skica të reja, kolegët do ju mbështesin. Financat do jenë të mira, mund të kryeni shpenzime të vogla për argëtim pa dëmtuar bilancin. Luani. Sot do ndjeni një dinamik të lartë energjie që do e kthejë çdo sfidë në mundësi triumfi. Në çift, harmonizoni pasionin me diplomacinë. Një surprizë e vogël në pastite mund të ndezë flakën dhe të forcojë dashurinë. Beqarët do ndjejnë një magnetizëm të veçantë, por mos lejoni veten të nxitoheni. Profilizoni dikë që ndan vlerat tuaja. Në punë do përballeni me situata të paparashikueshme, por përkushtimi dhe fleksibiliteti do ju ndihmojnë të mbani ritmin. Kolegët do befasohen nga aftësia juaj për të menaxhuar presionin. Financat do jenë të mjaftueshme për çdo nevojë bazë, por shmangni luksin e panevojshëm. Virgjëresha. Sot do merrni iniciativë të jashtëzakonshme, por duhet të ruani fleksibilitetin për të mos ndjecur në detaje të kota. Në çift, shmangni kritikën e tepruar dhe zgjidhni një dialog ndërtues. Një toast i papritur mund të çajë akullin dhe të rigjallërojë lidhjen. Beqarët do kenë mundësinë të njohin dikë të ri në një aktivitet të lidhur me hobi. Shfrytëzojeni telenin për të ndier komand. Në punë do nisni projekte të reja me planifikim të përpikshëm dhe do ndiheni të mbështetur nga stafi. Financat do kërkojnë një qasje të matur, ndani prioritetet dhe shmangni çdo shpenzim impulsiv. Në fund të ditës, një çast reflektimi për arritjet e vogla do forcojë vetbesimin. Dëshorja. Sot do përshtateni lehtësisht ndaj çdo situate sociale dhe do shkëlqeni në çdo bisedë. Në çift, mbani një qasje diplomatike, një fjalë e butë dhe një përqafim i papritur do shpërndajë tensionet dhe do rifreskojnë atmosferën. Beqarët do ndjejnë një prani joshse në ambientet e punës ose në takimet shoqërore, prandaj hidhni hapin e parë me siguri. Në punë do keni mundësi të prezantoni ide origjinale dhe do gjeni bashkëpunim të menjëhershëm tek kolegët. Financat do jenë të qëndrueshme për shkak të
Disiplinës mujore, kontrolloni shpenzimet e vogla për të ruajtur bilancin. Akrepi. Sot pasioni juaj do pushtojë çdo atmosferë dhe do tërheqë vëmendjen e këdo. Në çift, përkushtimi i thellë do mbahet me çdo gjest të ëmbël, qoftë edhe me një mesazh të shkurtër gjatë ditës. Beqarët do jenë selektiv dhe nuk do pranojnë takime vetëm për të larguar nga monotonia. Ju kërkoni thelbin e ndjenjave. Në punë, Marsi do ju shtyjë drejt vendimeve strategjike dhe do siguroni vlerësimin nga shefat. Bashkëpunimi do rrjedh pa tensione dhe do krijojë bazën për sukses. Financat do jenë të mirë ndërtuara fal kursimeve të mëparshme. Pritni momentin për investimet. Në mbrëmje, një aktivitet krijues si piktura apo shkrimi do çlirojë energjitë krijuese. Shigjetari. Sot do shfaqni një natyrë rebeluese dhe do kërkoni sfida jashtë zonës së rehatizë. Në çift, mos u mbërtheni te dëshirat tuaja vetëm, bashkëpunimi dhe kompromisi do sigurojnë stabilitet. Reflektoni para çdo veprimi që mund të lëndojë partnerin. Beqarët, edhe pse kërkimi i princit të kaltër mund të duket i vështirë, mos u dorëzoni. Aventurat spontane mund të çojnë në misi të reja me potencial. Në punë, vendosmëria ju shtyn të kapërcini pengesat, por planifikoni me kujdes strategjik për të mos shpërqendruar kolegët. Financat do përmirësohen gradualisht, planifikoni një kursim të vogël për ëndrat e mëdha. Mbrëmja me miq do sjellë humor dhe ide të freskëta. Britsjapi. Sot besnikëria juaj ndaj rutinës do lehtësojë çdo detyrë të komplikuar dhe do krijojë një ditë të qetë. Në çift, pritjet realiste dhe komunikimi i drejtë për drejtë do mbajnë marrëdhënien të fortë. Planifikoni një aktivitet të vogël për dy, si një shëtitje në park. Beqarët duhet të marrin kohë për të njohur dik para se të angashohen. Nxitoj rrallë çon drejt stabilitetit. Në punë, analiza e kujdesshme para çdo hapi do shmang gabimet e mëdha dhe do sjellë mirënjohje. Financat do mbeten të qëndrueshme, por shmangni investimet impulsive dhe diversifikoni kursimet. Në mbrëmje, meditimi i shkurtër apo një libër frymëzues do përcaktojë tonën pozitive për nesër. Ujori. Sot sharmi juaj intelektual do hap dyrë të reja në çdo situatë sociale. Në çift, krijoni diskutime të gjalla mbi ëndrat tuaja të ardhshme. Bashkëpunimi intelektual forcon marrëdhëniet. Beqarët do kenë pikat e forta tek bisedat e hapura dhe do tërheqin njerëz me mendime të përparuara. Në punë, idetë tuaja frymëzuese do shpërthejnë kreativitet e kolegët dhe do ngjojnë entuziazëm për projekte të përbashkëta. Financat do jenë të qëndrueshme, por përgatituni për një shpenzim të vogël për pajisje ose kurse që rrisin aftësitë. Mbrëmja me një event kulturor, teatër ose ekspozit, do zgjas horizontet dhe do rigjallërojë shpirtin. Peshqit. Sot Marsi dhe Saturni krijojnë kontraste të forta emocionale, që mund t'ju bëjnë të luateni mes pasionit dhe rezistencës. Në çift, rritja e të folurit të hapur do ndihmojë të shprehni shqetësimet pa akuzuar. Durimi do mbajë lidhjen të fortë. Beqarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj motiveve të fshehta të atyre që afrohen. Sinjalet e para janë pikënisje e vërtet për besim. Në punë do kërkohet angazhimi i diskajshëm për të kapërcyer pengesat, ndaj organizoni kohën me kujdes. Financat do jenë të tensionuara dhe mund t'ju duhet të rishikoni buxhetin mujor. Merrni këshilla nga një ekspert për të ruajtur stabilitetin. Pas mbylljes së ditës, një ritual relaksi me muzikë apo aromaterapi do rivendos paqen.